75 banesa brenda dhe jashtë argjinaturës janë në pushtetin e ujit në fshatin Ferras, zona më e prekur nga përmbytjet në qarkun e Fierit. Mes ujit e Baltës, ata rrëfejnë momentet e vërshimit të ujit, situatë që i ka gjetur tërësisht të papërgatitur. As masat e marra në momentin e fundit nuk mundën të vinin në ndihmë banorëve pasi ujrat kanë vërshuar nga të gjitha anët. Që mbrëm në darkë na erdhi dhe nga para dhe nga mbrapa. Erdhi me rrënves të madhe. Edhe se pritëm dot, kisha 2 çunat e burrin këto unë, vun bloka, vun zhavor, prap të fut brenda. Edhe jemi kthyer me 2 fëmijë e vegjël të djalit tika, jemi kthyer kështu në një kuzhinë të vjetër andej tër natën. Pra kanali Martinës nuk ishte një zgjidhje për të shmangur situata të tilla apo jo? Jo, kaloi muret, ai kemi bërë muret me bllokane, kaloi mbi mure. Se ne masat I kishim marr. Po kaloi mbi mure edhe u fut brenda. U erdhi edhe që këtej nga para. Pra nga gjitha anët kishte përfshim me ujëra. Nga gjitha anët me ujëra ishte. Pavarësisht se uji arriti mbi 1 metër, banorët nuk u larguan nga banesat me shpresën për të shpëtuar ç'të mundin dhe për të mos lënë vetëm bagtit të cilat I kanë nxjerrë në rrugë. Ata e kanë kaluar natën ose në makinë ose në kuzhinat në oborret e banesave, të cilat I kanë shpëtuar përmbytjes. Keq sa s'ka ku drejme, çdo gjë e përmbytur. Brenda dhomat, jashtë çdo gjë e mbytur, që na shpendët e zajreja e baktis është në ujë. Po I shikoni vetë aty lartë në argjinatur, dhomat janë të gjitha I gjetën të kthyer, divane çishe ku ishin janë akoma brenda, të gjitha dhomat. Muri, po tash merren një vijin e murit gjithsa ka qenë ujit. Keni fjetur në makinë këto 2 net? 2 net në makinë. 2 net në makinë. Se ishim detyror se ishte edhe rrugë që shkonin edhe mjedje dhe çdo njëri. Mëngjesin e sotëm, komisionet e verifikimit të dëmeve kanë dalë në terren për të verifikuar dëmet, ndërkohë që banorët mbeten me shpresën e përfitimit të dëmshpërblimeve. Më kanë ardhur, më kanë thënë, kam tërhequr baktit, çfarë ndihmë do I them, qartë tash unë dua ndihmë të marrësh në shtëpi për shembull na themeli ta hedhësh në krah dhe ta nxjerrësh atje me atan, që ta kem të saktë. Ajo është ndihmë, ata kanë bërë të tyre, kanë thënë. Nuk t'jep bjeri, nuk të ndihmoni njëri, se ti s'ke parë një shishe ujtë bjeri e tjetrit. Unë I bëra një pyetje atje, thamore, pive rakiti, thamore, më kërkoj më llogari të kërkoj për të këtuti, për 4 banor që I ka Ferrasit, çajet kanali. Kanali për mata, ta prishja gjaturën, të greja gjaturën për matan. Banorët pohojnë gjithashtu se pasojat e përmbytjes së tanishme janë shumë herë më të mëdha krahasuar me ato të mëparshmet. Ndërkohë sipërfaqet të tëra tokash bujqësore ndodhen në ujë, duke e bërë edhe më të vështirë situatën e familjeve të dëmtuara.